stabilizon atë. Dhe si e destabilizon? Duke destabilizuar gjithë rajonin, sepse duke destabilizuar rajonin, ky rajon nuk e prek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk i prek interesat i destabilizuar, nuk i prek interesat e Amerikës. Pra, i destabilizuar është brenda interesave amerikane, sepse krijojnë grupe të ndryshme dhe krijon ato idetë që Baluchistani, Azerët, gjitha që duhet krijojnë këto republikat e vogla. Këto republikat e vogla, kurde këto që ata ngritën në fuqi, janë gjitha në pjesën e veriut ku kalon nyja kryesore e kësaj korrudhe. Po, e qartë. Pra, destabilizimi është interesi. Në momentin që se kontrollon, atëherë destabilizojmë. Në momentin që e kontrollojmë, e mbajmë stabil. Pra, Shqipërinë e kontrollojmë, na intereson stabile. Nuk e kontrollojmë, e destabilizojmë. Jugosllavia nuk ju interesonte, nuk e kontrollonin dot, atëherë e destabilizuan. Dakor, dritan. Dhe ne përfituam nga ky destabilizim i atërshëm. Pra, kjo është shumë e thjeshtë. Po. Ndërkohë, ja, shipe ku kalon, është këtu. Pra, ajo, gjithë e korrudha kryesore, e korrudha kalon këtu, nga Tirani vjen këtu, dhe vjen nga këtu pastaj kjo pjesa tjetër këtu. Pra gjithë ky territor. Po. Pretendohet që ky territor të shkëputet nesër. Pra ti dhe në moment që ky është shkëput, nuk ekziston më kjo e korrudha këtu. Dhe bie projekti. Ballkanizimi i Iranit, bie projekti. Ballkanizimi i Iranit si mund të vijë? Në dy aspekte. Ballkanizimin ti mund ta bësh ose në rast se kontrollon qeverinë, në moment që se kontrollon atëre nëpërmjet destabilizimit, po destabilizimit jo të Iranit, destabilizimit rajonal, sepse destabilizimi rajonal ti mund të hysh dhe të ngresh këto ide të njerëzve që të krijoni shtetin e tyre, ato shtetet e vogla që s'vlen asgjë, po thjesht për të krijuar ide për ta mbajtur të destabilizuar. Absolutisht. I shërben sot interesave të Shteteve Amerikane dhe gjithë destabilizimi i rajonit i shërben interesave amerikane. Për shkak se nuk e kontrollon dhe del jashtë kontrollit Hardlandit. Dhe është Rimlandi ai që vazhdon të mbajë kontrollin, sepse në momentin që kjo del jashtë kontrollit, tregtia, rrugët tregtare do funksionojnë nëpërmjet detit, të cilat të gjitha ngushtica detare i kontrollon Amerika. E qartë. Ndërkohë dritan Rusia dhe Kina e kanë gjithashtu jetike, siç Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë jetike dhe ata e kanë jetike. Rusia dhe Kina në marrëdhëniet e tyre të veçanta nuk është jetike totalisht, sepse ato kanë lidhjet e tyre hekurudhore, kanë rritur lidhjet e tyre, pra e kanë lidhjen direkte me kufi. Por ka jetike Rusia dhe Kina ka jetike kontrollin e Azisë qendrore. Po, e kanë jetike, po duke gjithë Azia qendrore. Turkmenistani, Taxhikistani, Kirgistani, Kazakistani, gjithë ato. Pesë vendet. Po janë vendet e Azisë qendrore ku nëpërmjet këtij korridori të transportit, ato mund të mbashin në kontroll, sepse ti ushtron mallrat, duke çuar mallrat, ai që kontrollon tregtinë, ai kontrollon edhe paran sot. Po. Pra ai kontrollon edhe politikën sot, sepse tregtia sot kontrollon politikën. Nuk është më politika që kontrollon tregtinë. Pra, kur ti ke shtetet në shtetet e mëdha janë ato që e përdorin tregtinë për interesin e tyre politik. Kina, Rusia, Amerika. Vendet e tjera që janë të vogla nuk mund ta përdorin dot tregtinë për të politikën për të kontrolluar tregtinë, po është tregtia që kontrollon politikën dhe vendimarrjen. E qartë. Pra, kjo është baza dhe por këtyre shteteve edhe Turqia është interesuar që kjo të funksionojë, sepse një pjesë e këtyre shteteve janë shtete që Turqia konsideron turkofolse. Ai projekti Turan që kemi folur. Dhe nëpërmjet këtij korridori të ndërtuar, korridori i cili nuk do të harxojë Turqia para. Pa parat i vë Kina, Rusia, Irani, këto tjera, dhe ajo është përfituese, do të çojë mallrat dhe interesin e saj politik në këto vendet. Po eksporton. Por mund ta eksportojë vetëm nëpërmjet këtij korridori. Pra bëhet më lehtë për të rritur fuqinë e saj rajonale dhe për të luajtur me dy këmbë, pra nuk del nga NATO dhe mban fuqinë e vet në këto vende edhe për nevojat të NATO-s dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por turqit pastaj e kanë kërkesën e madhe sepse e kanë fytyn e madh. Po, ish perëndori. Absolutisht. Dritan, ajo që nisa të pyes është nëse amerikanët kanë plus edhe vendet tjera të NATO-s kanë afruar avion, kanë afruar logjistik për këtë, çfarë ka bërë Rusia dhe Irani, se lexova që janë afruar edhe aty, domethënë një anije me radar, pa shumë, po. Shiko, ato anijet me radar pothuajse i përkasin. Jo quheshin Starlink Killer, kjo më bëri përshtypje. Po shiko, kapacitetet që kanë anijet luftarake kineze dhe ruse kanë kapacitete për të ndërprerë për të goditur valët e satelitore të Starlinkut. Pra në moment që i ke identifikuar ato valë, pra mënyrën e valës, numrin e valës, çdo valë ka një numër të caktuar, çdo gjë është matematikë. Pra baza është matematika, baza e botës është aritmetika dhe matematika. Numrat. Ajo është baza. Çdo gjë funksionon në bazë të aritmetikës. Dhe aritmetika ka si edhe këto pastaj funksionojnë në bazë të algebrës. Dhe ai që ka zhvilluar algebrën është një arab, quhet Al-Khwazimi. Është një dietar arab, Al-Khwazimi. Po.
Dhe nëpërmjet tij, po ta zgjedhosh emrin e tij siç ka ardhur në kohë Al-Ghazimi, kemi mbritur te algebra. Al-Ghazimi, algebra. Pra, gjithçka është algebër, baza sot. Po baza kryesore është aritmetika, e cila ka sjellë te algebra. E qartë. Ai është babai i algebrës. Pra, Al-Ghazimi. Dhe çdo gjë funksionon me numra. Pra çdo gjë ka një numër. Edhe ky silolap sikur prodhohet kur del, po ta shohësh me vëmendje ka një numër serial. Pra prodhohet me seri, pra një numër. Me seri, po. Me seri. Telefoni ka një numër. Vala ka një numër të caktuar. Edhe valat kanë numër. Dhe në moment që ti e kap këtë numrin, të kodin, të shifrën, automatikisht ti hyn në këtë shifër. Në rast se kemi dëgjuar, Starlinku, pra Elon Musk mbylli Starlinkun në gjysmën e Ukrainës për arsye se rusët kishin arritur të përdorin Starlinkut për dronët e tyre, pasi kishin arritur të hynin në valët e Starlinkut dhe përdorin valët e Starlinkut për lëshuar dronët e tyre në Ukrainë. Po. Pra ti në moment që ti arrin ta kapësh valën, ta deshifrosh atë, atëherë ti e përdor atë. Por edhe mund ta bllokosh atë, sepse ti e ke kapur valën. Pra kjo është ideja e funksionimit të asaj dhe të atyre anijeve që kanë këtë gjë. Ajo çfarë është, nuk ka të bëjë me Starlinkun më tepër sa ka të bëjë me vendodhjen e saktë të forcave amerikane. Pra, anijet ruse dhe kineze japin vendodhjen e saktë të forcave amerikane në këtë aspekt. Dhe ja kalojnë këtë, sepse si tham, ja kalojnë Iranit. Dhe nëse mbani mend, në një emision të kaluar kemi folur për partneritetin strategjik që u vendos tresh tashmë, Iran, Kinë, Rusi. Dhe ky partneritet përfshin edhe dhënien e informacioneve dhe shkëmbimin e informacioneve në kohë reale. Irani nuk ka kapacitete që të kontrollojë anijet që cilat janë 1000 kilometra ose 1200 kilometra larg Iranit. Po çfarë bën ne kontrollojnë anijet kineze dhe ruse, ato e kalojnë të dhënën. Pra kështu funksionon. Ndërmjet partnerëve strategjik, ky është komunikimi. Pra kjo është në këtë kuptim dritan. Kjo është çfarë ndihmë mund konsiderohet në nivelit strategjik, sepse vëzhgimi strategjik, kemi të bëjmë me vëzhgim strategjik. Pra është ndihmë në nivelit strategjik dhe ushtarak. Është esenciale. Absolutisht është esenciale sepse duke ditur saktë ndodhjen e këtyre forcave. Dhe lëvizjen e tyre ti di sa ku ato ndodhen dhe di edhe kohën e lëvizjes, përcakton sa kohë duhet të ikë të bëj për shembull 100 kilometra, 200 kilometra, për sa kohë bën këtë, për sa kohë bën atë dhe di dhe programon nesër lëshimin e raketës, sepse duke matur shpejtësinë e saktë të veprimit të një anije, atëherë ti e lëshon raketën dhe e programon ato që ajo kur të mbrin në këtë pikë ania në këtë drejtim ta godasi ose të shkatërrojë dëme. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Njohuria e forcave të armikut është baza kryesore për bërjen e çdo plani ushtarak. Kjo do të jetë e vetmja ndihmë dritan që jo, ndihma nuk është ajo sepse ata nuk kanë pushuar duke çuar avion ushtarak cargo, pra ndihma funksionon që nga niveli i shërbimeve deri te niveli i lartë i forcave ushtarake, pra në nivelin e mbrojtjes kundërajrore, në nivelin e përcaktimit raketor, në nivelin e leximit të dhënave, pra në të gjitha nivelet e funksionimit të forcave dhe në nivelin e kryesisht edhe në nivelin e komunikimit. Pra, baza është komunikimi në ushtri. Në momentin që ti nuk ma bllokon dot komunikimin, automatikisht atëherë unë kam shumë të lehtë kundërpërgjigjem. Sepse nuk humbas atë zinxhirin komandues, nuk ma cënon ti zinxhirin komandues. Sepse zinxhiri komandues dhe zinxhiri funksionon në momentin që nuk siç në ato nëse mbani mend në ditën e parë të 12 iranianët thanë që nuk patëm komunikim dhe nuk funksionuan radarët dhe mbrojtja kundërore. Pra këto dy janë bazat. Dhe këto të dyja tashmë kanë nisur janë përmirësuar nga qershori deri tash dhe ka pasur ndërhyrje nga Kina dhe nga Rusia për përmirësimin e këtij niveli. Për efikasitetin. Efikasiteti i plot. Prandaj them që në rast se ato 12 orë të para të 12-ditshit ishte 0 reagimi iranian, sepse nuk aktualisht më shumë se 20% nuk munden ta dëmtojnë sot. Sepse kanë ndërhyrë rusët dhe kinezët masivisht. Për cilët kjo është një absolutisht është nyja gordiane, pra si unë kthehem sërish ajo se po përdis te mitologjia dhe kusht zbërthen nyjen gordiane, kontrollon Azin. Kush kontrollon sot Azin, kontrollon tregtinë e botës dhe kush kontrollon tregtinë e botës, redukton hegemoninë e tjetrit. Pra, dhe në rast se kjo do të funksionojë, automatikisht krijohet ai poli i dytë Kinë, Rusi në drejtim të Amerikës. Pra Amerika po mundohet duke e shuar Iranin
Të mbaj kontroll. Duke shuar Iranin nuk kemi më bord dy polare. Bota mbetet një polare sepse tregtia do vazhdojë të funksionojë nën kontrollin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra ai që kontrollon tregtinë sot, ai të kontrollon edhe politikën. Ti mund thuash unë jam fuqi, po je fuqi rajonale, jo fuqi botërore. Puna bëhet për fuqi botërore. Pra Kina dhe Rusia sot po luftojnë me Amerikën për çështjet fuqisë botërore që të ndajnë botën. Këtë gjysmën e kontrollojmë neve, ti kontrollon gjysmën andej dhe pikë mbaroj. Sot për sot pjesërisht kontrollon Rusia dhe Kina, sepse si thash, gjitha këto rrugë detare i kontrollon Shteti Bashkuar të Amerikës. Dhe në momentin që ti këto rrugë detare të tuat i nxjerr i bën zero dhe gjithçka, pra shiko, brenda kësaj territori, shiko, nga këtu, e këtë shihni nuk ka komunikim. Pra gjitha këto rrugët janë detare. Në momentin që këto rrugë detare ti i merr dhe i zhvendos këtu brenda, atëherë çfarë të mbetet ty për të kontrolluar? Është si puna e atij administratorit i cili njëri administrator ka një pallat 5 kaç dhe nuk ka asnjë banor, një administrator tjetër ka një pallat 3 kaç dhe ka mbushur me banor. Pra ai që ka 5 katë pa banor, ai s'ka asnjë fitim. Ai ka vetëm humbje dhe kosto sepse duhet ta mirëmbaj atë, po s'ka nga nxjerr fitime. Kurse ai që ka 3 katë, ai vërtet ka 2 katë më pak, po ama ka gjatë gjithë kohës fitim sepse është e banuar. Pra ky është edhe koncepti i asaj. Në momentin që këto rrugë funksionojnë më, e gjithë forca ushtarake amerikane bëhet obsolete sepse duhet të harxhosh para për të mbajtur një forcë e cila nuk thyn punë më. Dritan, pyetja fundit e pas të Jerusalem Post. Pse Trump zgjodhi që të ulet me Iranin në momentin kur Irani sipas Jerusalem Post është në momentin e tij më të ulet, po themi, në pikën e tij më të ulet. Irani nuk është në momentin e tij më të ulet. Të gjitha çfarë bën Donald Trumpi është në aspektin e atij mashtrimit. Ky takimi që bën këta që në këtë formë është në momentin e mashtrimit, është pjesë e mashtrimit, është ajo që nga më që lufta është 9 hile 1 trimëri. Po. Pra fakti që Shteti Bashkuar të Amerikës pranojnë të ulen me Iranin, të thotë që Shteti Bashkuar të Amerikës nuk është ajo që thotë Izraeli që është në momentin më të dobët Irani. Jo, nuk është në momentin më të dobët. Po të ishte në momentin më të dobët, Amerika nuk do ulej fare, por do e sulmonte dhe mbaroi. Pra fakti që është ulur tregon që s'është në momentin më të dobët, tregon që Shteti Bashkuar të Amerikës akoma s'kan rritur kapacitetet që ata mendojnë që ju duhen për të kryer operacionin që ta dëmtojnë Iranin. Dhe për këtë ju duhet të fitojnë kohë. Dhe koha fitohet nëpërmjet këtyre bisedimeve. Pra, bisedimet janë mashtrim për të fituar kohë dhe tregojnë që nga ana strategjike amerikanët nuk janë në kapacitetet që ata mendojnë, po edhe duke mos qenë në kapacitetet që ata mendojnë, do thotë që Irani nuk është ashtu siç thotë perëndimi që Irani është i dobët. Dritan, duke i rikthyer një deklarate që kemi bërë në këtë emision që opsioni që ti mendon se do jetë më i munduri është një sulm i koordinuar. A mendon se në këtë takim në Oman palët kanë vendosur piketa? Takimi në Oman është për të përcaktuar, mund të them edhe piketa në aspektin se për çfarë do bisedohet. Pra palët kanë dorëzuar dosjet njëra tjetrës. Okay. Pra kanë dorëzuar dosje që ne nuk, pra njëra palë thotë ne ka bën 2-3 pika për cilat duan të bisedojmë dhe pala tjetër pika tashmë këto shkojnë njëra në Amerikë, njëra në Iran dhe merret vendimi për cilat pika do bisedojnë për të treja, për të katëra, për cilat do bisedohet. Pra kjo është ajo që është bërë. Ajo çfarë do vendoset është në bisedat midis Putinit, Xi Jinping dhe Trumpit. Xi Jinping dhe Putini kanë pasur një bisedë. Po një bisedë para 2 ditës telefonike ka pasur edhe Trumpi me Xi Jinpingin. Po. Për Tajvanin që ishte ai. Për Tajvanin dhe për ftesën që do shkojnë në prill. Por edhe Putini do të shkojë para prillit në Kinë. Në këtë bisedën që bën, deklaron që ishte i ftuar. Pra, këta të tre mund të ulen nesër dhe të bisedojnë dhe mundet që Amerika të kërkojë pjesë në këtë korridor. Dhe në momentin që jepet pjesë në këtë korridor, atëherë është pjesë e këtij dhe kontrollon edhe ajo pjesë nga ky korridor dhe merr fitimin, se ç'është është fitimi. Po, e qartë. Pra nuk del jashtë loje. Dhe në këtë moment atëherë për mos të fliqur palët, që palët mos fliqen dhe neve të duar trokasim, themi ai i fort, ky i fort, pas njëri s'është burr i mirë, bëhet një marrëveshje që godasim në mënyrë të kontrolluar edhe mbaron. Dritan, falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit. Në këtë pjesë e emisionit është bashkuar me mua Klejt Këlliqi, pedagog në Universitetin e Tiranës. Klejt, kënaqësi që të kam. Faleminderit. Endri Tafani, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, politolog. Zoti Tafani, kënaqësi që të kam. Endri, do ta nis me ty çfarë po ndodh me situatën në Iran. Kemi, domethënë, lajme që vijnë,
largohuni nga Irani, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bën thirrje qytetarëve të vet të largohen nga Irani. Nga ana tjetër kemi raketat Kohraman Shah, me ç'duket që janë bërë gati nga ana e Iranit, është afruar mëtej aeroplan mbajtësa, ndërkohë ndërpriten bisedimet Stamboll rivijojnë në Oman. Çfarë po ndodh me situatën, ndërkohë vazhdojnë dhe shtohen, këto janë lajmet që vinë, vazhdojnë dhe shtohen avion, anije, fregata, ushtar, vazhdojnë e afrohen përreth Iranit. Pra, çfarë po ndodh aktualisht? Ajo që po ndodh në zonën e Iranit është pak a shumë një build-up apo një koncentrim forcash ushtarake nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës në kuadër të rritjes së presionit mbi regjimin e Iranit për arritjen e një zgjidhje që është e pranueshme për amerikanët. Kërkesat amerikanëve janë ato që dihen botërisht, se para njëherë që Irani të heqë dorë nga projekti bërthamor, në armë bërthamore, e dyta punës është Irani të heqë dorë nga raketat, balistike, në raketat balistike, në programi i raketave balistike, dhe e treta pastaj ka të bëjë, me çështjet e energjisë, me naftën, me këto që në cilën mund të kërkohet në një deal me Iranin për sa i përket aksesit të firmave amerikane në ato. Këto janë tre element kryesorë në të cilën, domethënë, është e përqendruar administrata Trump. Ajo që është e panegociueshme për amerikanët është fakti i programit bërthamor të Iranit. Pra, dhe për programin bërthamor të Iranit, normalisht ke pas edhe një ndërhyrje amerikane në qershorin e vitit kaluar, në cilin kur ndodhi lufta 12 ditore, ishin dhe bombarduesit amerikanë cilët bombarduan ato qendra në cilët dyshohej Fordovi e tjerë, në cilët dyshohej që ishte duke u kryer kjo proces pasurimi. Pra, për amerikanët, kjo pjesa e armëve bërthamore të Iranit është diçka e cila është e panegociueshme dhe patjetër që Irani duhet të heqë dorë nga ajo ambicie. Do të thënë që në mënyrë të heshtur në këtë pikë ka dhe mbështetjen ose më saktë po themi aprovimin e heshtur të Rusisë, Kinës apo çfarë lloj fuqie tjetër bërthamore. Por Rusia dhe Kina janë më të rëndësishme sepse janë të rreshtuara politikisht me Iranin. Siç ka dalë nga komunikimet, pra dokumentet deklasifikuara në diskutimet që janë bërë midis Bush edhe Putin, është diskutuar edhe për çështjen e Iranit dhe në ato dokumenta dallohet që edhe Putini nuk është e qejf që të ndihmonte Iranin në po themi as në programin bërthamor, as në programin e raketave balistike ndërkombëtare të tjerë. Pra, në këtë pikë ka pasur pikën e armëve bërthamore, e ka bërë të qartë Shtetet Bashkuara të Amerikës që nuk do të tolerojnë dhe ka pasur edhe një propozim nga ana e Turqisë, e cila ka thënë që ne jemi të gatshëm që të ruajmë në një kasafort në një vend të caktuar gjithë atë sasi uraniumi, 400 ca kilogram. E ka bërë këtë ofertë. E ka bërë këtë ofertë Turqia që ne ta ruajmë këtu, pra këtë uranium të pasuruar në gradën 60%, në mënyrë të tillë që mos kemi më pasaj diskutime midis si garanci. Dhe për sa kohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë për të kapur një deal apo një marrëveshje me Iranin, normalisht gjithë kjo rritje e forcave në rajon ka për ndodhur si mjet presionin ndaj Iranit që të detyrojë të ndryshojë kursin e tij. Klejt, si e shikon këtë moment, ndërkohë që Jerusalem Post thoshte sot që është e pashpjegueshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ulën në tavolinë me Iranin në momentin kur regjimi ka kapur pikën apo nivelin më të ulët? Çështja e Iranit për mua lidhet më shumë me raportet që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës me Izraelin. Ato që unë kam thënë disa herë në këtë studio, më zhdukur gjithmonë sikur Izraeli ka përdorur Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me Iranin. Ka ushtruar një lloj shantazhi, le të themi, emocional në kuptimin e asaj që ekzistenca e Izraelit mund të vihet në rrezik nga regjimi iranian dhe për këtë arsye Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet që të ndërhyjnë. Presidenca Trump po e përdor në dy mënyra këtë gjë. E para punës mbështetja ndaj Izraelit mbetet, e dyta natyrisht që nuk kërkon mundet që të mos kërkojë një përballje ushtarake dhe po mund përpiqet që nëpërmjet manifestimit të forcës të arrijë një lloj deali.
Në dallim nga shumë presidenca të tjera amerikane të cilët kanë ndërhyrë në përgjithësi në punët e brendshme të vendeve të ndryshme, sipas viteve 90 tutje, ku theksi është vënë tek përhapja e demokracisë, në rastin konkret ne nuk kemi asnjë